Po, sigurisht që po. Tentativa e kishës ortodokse serbe do të thotë ishte lidhur ngushtë edhe me interesin shtetëror të Serbisë dhe politike serbe do të ndryshepuj. Dhe me vetë faktin që kemi ardhur në një situatë ku tashmë kisha ortodokse malazeze do të thotë gjendet në një farë në hijen e kishës ortodokse serbe dhe aktiviteti i saj do të thotë është shumë i zbehtë në raport me kishën ortodokse serbe. Duke pas parasysh se vetë shteti i Serbisë avancon, do të ndihmon kishën ortodokse serbe në të gjitha format e mundshme dhe duhet ta kuptojmë se edhe qeveria e më përparshme para qeverisë së zotit Spajić do thotë ka qenë kisha ortodokse serbe e cila ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm që të formohet një qeveri në momentin kur edhe u bë rrëzimi i qeverisë zotit Gjukanović, do thotë që tentativa e kishës serbe vazhdon përmes tentakulave të saja të ketë ndikim edhe në opinionin mbar Malazias, do thotë tek ato besimtarët e vet, por këtu kalon edhe përtej besimit, edhe për çka do të thotë ekziston kisha. Duke u përzirë në punë të mbrëmshme edhe të qeverisë, të politikës shtetërore dhe për ta dërguar ujin në mullirin e vetë shtetit serb. Pra, kjo është tentativa e kishës ortodokse serbe, e cila vazhdon dhe jemi sinqert me një marrëveshje e cila u arrit me qeverinë paraprake. Të zotit Abazović, apo jo? Me zotit Abazović, po pikërisht e ka rënduar edhe me tepër situatën, sidomos në për zonat ku jetojnë shqiptarët, duke ditur se shqiptarët janë të tre konfesioneve dhe ne kemi qytetet e lashta përpara se Serbia ka ekzistuar, ku kemi monumente kulturore, kemi kisha ekzistuese, do të thotë siç është qyteti i vjetër i Shasit, atëherë kemi në kraj, në Plave Guciçi kemi kisha katolike bile dhe përpara asaj kohe dhe pretendojnë që t'i regjistrojnë në pronësinë e vet. Dhe kjo do të nxjisë edhe një përkeqësim të marrëdhënieve mesetnike në Maltëzi dhe në këtë formë ajo tenton që të destabilizojë gjithë rajonin. Pra përmes të gjitha formave, atëherë kemi edhe situatën e platformave të mëhershme të Akademisë së Shkencave që është në kohën e Garashaninit, që tentativa atyre është dominuese dhe thjesht kanë pretendime territoriale ndaj çdo kujt që nuk është serb. Zoti Mehmetit, jam shumë mirënjohës për kohën dhe mesazhet apo kontributin tuaj të jetë të vyer në këtë emision. Të falenderoj sinqerisht. Gjithashtu faleminderit, Franco. Faleminderit. Ambasador Peci, e përmende pak më herët dhe doja opinionin tuaj direkt. Për sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, më tërhoqi vëmendjen vizita e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, në Prishtinë, por edhe në Beograd, dhe mesazhi që ai nënvizoi për presidentin Vučić është vendos përfundimisht se me kë je dhe sugjeroi sigurisht aleancën pro-perëndimore. Duket sikur po shtohet edhe presioni amerikan ndaj presidentit Vučić për të shkëputur përfundimisht nga erat e ftohta të lindjes? Po, kjo është padyshim edhe kjo, unë mendoj që kjo ka të bëjë edhe ka filluar që një kohë, sepse duat të kthejmë të një gjë më herët. Presidenti Vučić ka investuar shumë në atë që ka paramenduar ai që do të ketë një marrëdhënie të jetë ngushta me administratën e presidentit Trump. Edhe mirë po, krejt ky investimi i tij shkoi i huq. Edhe tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një politikë goxha më të ashpër ndaj Serbisë se sa që ka pas edhe administrata e presidentit Biden.
edhe tash ka ardhur te pika kritike, do me thonë mirëmbajtjes së marrëdhënieve me Serbi në raport me atë se çfarë drejtimi do të merr ky vend. Vendimi kyç do të jetë ka të bëjë këtu me industrinë e naftës të Serbisë. Kjo çështje e cila duhet të zgjedhet brenda ditëve në vijim. Po, e vërtet. Kështu që kjo është pika kritike dhe unë mendoj që kjo ka të bëjë edhe me shkputjen e Serbisë nga, si të themi, nga kthetrat energjetike të Rusisë, por në anën tjetër kjo do të ketë edhe një çmim në raport si të themi, në raport me marrëdhëniet në mes të Beogradit edhe Moskvës. Edhe kështu që mesazhi i ambasadorit Whittaker ka qenë që politika jashtme e Serbisë, që siç e quajnë ata multivektoriale kështu me radhë, është duke u afëruar fundi, sepse zhvillimet gjeopolitike tani në gjithnjë më pak e tolerojnë një lloj të tillë të politikës në Ballkan së Parë. Ambasador Peci, edhe një çështje që doja ta nënvizoja. Raportet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë se sa në rajonin e Ballkanit, por kryesisht me Kosovën dhe Serbinë, nuk duket më sikur kalojnë apo kanë aleancë me vendet e Bashkimit Evropian apo me Gjermaninë dhe Francën, po kërkojnë gjithmonë më shumë të vendosin raporte direkte. Kam parasysh këtu që në dhjetor të vitit të kaluar, Kosova u fut në aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare interes strategjik amerikan. Po kështu, bëhet fjalë që baza ushtarake e Bondstillit të fuqizohet në një kohë që po largohen ushtrit amerikane nga Gjermania dhe Polonia, dhe mbështetja që ka patur elita politike në Kosovë deri tani të paktën nga Shtetet e Bashkuara dhe nga administrata e presidentit Trump, duket sikur raportet janë direkte. A është ky një konstatim i qartë, i drejtë në optikën tuaj? Po, ndoshta me një, si themi, me një nuancë